Zafirët në studio. Leta nisim me zotin Kryeziu për pjesën fillestare. Zotin Kryeziu, duke ditur edhe eksperiencën, por edhe gjykimin fillestar viti 2014, a solli qartësi apo e mjegulloi edhe më shumë situatën e kësaj krize politike, vendimi i gjykatës kushtetuese urdhërore? Shko, këtu kemi një çështje në të cilën gjykata kushtetuese nuk e ka trajtuar kërkesën e 11-12 deputetëve. Nuk e ka trajtuar? Nuk e ka trajtuar si të tillë, por gjykata kushtetuese ka trajtuar, e quajmë ne, një segment ultravires. Ultravires është kur gjykata trajton një çështje pa kërkuar, duke pasur parasysh se efektet e mos rregullimit të asaj çështje mund të kenë pasoja të mëdha publike dhe shoqërore. Okej, se kjo është pak e komplikuar për ta kuptuar shikuesi në përgjithësi. Por unë po përpiqem që të bashkëbisedoj me juve dhe me shikuesin edhe në interes të publikut. Shembull, nëse i referohem qëndrimeve, deklaratave, interpretimeve që janë komplet ndryshe, nga mënyra se një sekond. Nga mënyra se a e ka lejuar votimin e fshehtë ose se ka lejuar votimin e fshehtë, sepse edhe kjo është interpretuar në forma të ndryshme. Nga kufizimi 30 ditëshit, kur duhet konstituohet kuvendi, dhe nga paqartësia se çfarë mund të ndodhë pas 30 ditëshit. Njëra tjetra palë kanë interpretuar ndryshe. A i bie kjo mjegull më shumë në këtë situatë politike të mjegulluar dhe këtë krizë? Votimi i fshehtë edhe votimi i hapur nuk është kategori kushtetuese. A kuptoni? Votimi është kategori kushtetuese. Votimi duhet me qenë i lirë, personal, i pandikueshëm dhe i msheftë. Kjo e ka kuptimin e votës. Vota është e msheftë dhe është e pacenueshme. Nëse cënohet, është vepër penale. Po. Kërkesa nuk ka qenë prej deputetëve, nuk ka qenë kërkesa që të kërkojnë afatizim të krijimit të institucionit më bazik shtetëror të parlamentit. Këtë çështje e ka trajtuar vetë. Domethënë gjykata ka trajtuar vetë duke pas parasysh se efektet, pasojat të cilat mund të vinë mos konstruimit të parlamentit, atëherë gjykata ka dhënë një afatizim në të cilën vendimet e gjykatës kushtetuese janë ligje. Ligjet duhet respektohen. Nëse nuk respektohen, atëherë ka masa ndëshkuese. Okej, ka masa ndëshkuese. Ju përsëri thoni se gjykata kushtetuese ka lëvizur ndërmjet rreshtave, por nuk është tash gjykata kushtetuese vendimet aktgjykimit, respektivisht kur i jep, nuk ka mekanizëm për zbatueshmëri, sikur që kanë gjykata tjera, por kjo shkon ex officio, në mënyrë zyrtare, konsiderohet si vepër penale, prokuroria shtetit në mënyrë ex officio, domethënë merr detyrë të trajtojë këtë çështje. Okej, po pas 30 ditësh, zoti Kryeziu, nëse konsiderohet pas 30 ditësh, çfarë duhet ndodh? Pas 30 ditësh, nëse nuk konstituohet, atëherë presidentja duhet me qenë në nivel të detyrës, të cilën sipas meje ende nuk është nivel detyrës, se ka detyrë kushtetuese të ishtjerë mjetet politike dhe juridike. Mjetet politike nënkupton që duhet të thras subjektet politike parlamentare dhe të bëj presion ekstrem për krijimin e parlamentit. Dhe mjetet juridike e ka një ekstrem në çfarë formë? Po për shembull, jo mi thirr vetëm një herë, domethënë mi thirr vetëm një herë edhe me shku në shtëpi, si thojmë ne, po mi mbajt aty deri ta gjën një zgjidhje. Ti mbajt gujuar aty fare? Gujuar, jo, po me kriju, domethënë atmosferë pune, proces, me kriju proces, atmosferë pune për me arrit deri te konstituimi i parlamentit. Okej, po përsëri është situatë që duhet të ndjek më shumë hapa në kuadër të kësaj. Pra, çështja e votimit ju thoni se është çështje e deputetëve, që duhet edhe me një vendimarrje të tyre. 30 ditë që nuk e ka për detyrë gjykata.
pas 30 ditë që ta sankcionoj, apo gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese nuk merret me asnjë veprim. Po pra, gjykata kushtetuese nuk merret me asnjë veprim nëse s'ka kërkesë. Disa gjykata kushtetuese të regionit kanë mundësi ex officio me marrë, dhe më thonë, pa kërkesë, por gjykata jonë, dhe më thonë, nuk merr asnjë veprim pa një kërkesë qoftë karakterit. Kujt i ka dhënë të drejtë deri më tani në argumentimin publik vendimi i gjykatës kushtetuese, vetëvendosjes ose pjesë tjetër? Të drejtë? Po. Të gjithë ju ka dhënë të drejtë. Të gjithë ju ka dhënë dhe të gjithë ju ka mshuar ka po. Të gjithë ju ka dhënë të drejtë edhe të gjithë ju ka treguar se deputeti ka për detyrë ligjore dhe kushtetuese me nejt në parlament. Unë po flas në argumentimin që e kam po të drejtë. Argumentimin për flasëm, tash po interpretoj. Në parlament ka detyrë, domethënë me votu për, kundër dhe me abstenu. Është anti-irregullore që deputeti me qenë në parlament dhe mas me votu asgjë. Atëherë deputeti konsiderohet si karrik. Na i thojnë, dhe me thonë, në gjuhën latini thojnë res vocalis. Dhe me thonë, një send i cili flet, ose s'flet, ka për detyrë ligjore, kushtetuese, për me thonë po, jo, edhe kundër. Nuk është më rasi për kënd me votu për detyrë ka këto, edhe me qenë aty se ka detyrë ligjore dhe kushtetuese me qenë prezent, sepse ka kriju një marrëdhënie juridike të karakterit politik. Po. Dhe në karakterin politik, kujt i ka më shumë kujt i ka dhënë të drejtë sipas Taulant Hodajt? I ka dhënë vetëvendosjes që i ka insistuar në gjetjen e një modus operandi, një gjuhë të ndërmjetme për ta krijuar komisionin dhe për ta mundësuar votimin e fshehtë, dhe që nuk e ka ndryshuar kandidaturën, por ka insistuar në një kandidaturë, apo pjesës tjetër që ka insistuar që opsioni i vetëm është nëse është fryma